Përshëndetje. Kemi këtu me parashikimin e datës 20. Data 20 nëntor të 2025. Duke se kemi një ditë me rëndësinë e vet, rëndësinë e veçantë, sepse jo vetëm se kemi është rëndësi e veçantë për sa i përket kësaj dite kaq të rëndësishme, një ditë që mund të flasim për gjithçka duam dhe kërkojmë. Po pse kaq e rëndësishme? Është kaq e rëndësishme sepse koha që ndodhin fenomenet, momentet që ndodhin, bën që tjetë rëndësishme. Ka të bëjnë në data 20, kemi hënën e re të nëntorit që formohet në shenjën e akrepit, duke na dhënë një optimizëm për gjithçka na pret në të ardhmen. Një hënë e re pozitive për të vendosur qëllimet tona afatgjatë, pasi formohet trekëndshja me Jupiterin, Neptunin, Saturnin dhe këndët e kësaj hëne janë mjaft të rëndësishme për të ardhmen. Njëra është lidhja me Mërkurin retrograd, e cila mund të kemi mundësi dhe rezultate pozitive, edhe pse me vonesa. Dhe opozita e Uranit, e cila sjell ngjarje të papritura, zhvillime të papritura, dhe ne ndjejmë ndikimin e madh. Është pozitive për të lënë pas të kaluarën dhe gjithçka na ka lodhur, ndërsa aktivizon edhe në intuitën tonë. Ndikojnë shenjat fikse, përkatësisht Demi, Luani, Akrepi, Ujori të ditës së tretë, ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Pra na jep mundësinë, na jep kohën, na jep vullnetin tonë që neve të jemi të sigurt për atë që neve duam të realizojmë dhe të arrisim qëllimin tonë. Për sa i përket një takimi që mund bëhet, mund të jetë mbasdite, sepse ka ndikim shumë të madh kjo hënë dhe mundoni që ta përdorni për të mirën tuaj. Pas të fillojmë parashikimin e 12 zodiakale, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri Përmendje Sport dhe në kërkimin e parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithçka juve kërkoni dhe dëshironi. Duke zgjedhur paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, jeni gati pastaj për të zgjedhur paketën dhe flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por juve që doni që neve në kohën që jemi live, do në dërgoni mesazh. Atëherë kemi pikërisht të butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për drejt përgjigjen. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Për sa përket shenjës së Dashit, juve të kësaj shenje duket se keni një as në mëng, që do të thotë përfitime, do të thotë ndryshime, do të thotë mundësi të arta, sepse ja keni bërë hizmetin gjithçkaje. Dhe kjo është në anën tuaj më të mirë të mundshme, kjo është një mundësi që vërtet zgjidhet nga çështjet ose problematika që keni pasur dikur dhe vjen një moment tani, është një moment më i mirë i mundshëm në lidhje me takimet, në lidhje me ndryshimet që mund të keni, por gjithsesi është një kohë e përcaktuar në lidhje me punën, dhe përcaktimi më i madh që ka ndodhur ndonjëherë për juve, sepse i dini gjëra se si shkojnë, dini gjëra se si arrihen me vështirësi, me gjëra që keni pasur, çështje që keni pasur, por mos harrojmë se juve jeni mjaft të ndikuar dhe pozicionimi i planeteve ju ndihmon shumë në ekonomi, ju ndihmon shumë në zhvillime të reja, në kohën e duhur, momentin e duhur, për gjithçka juve interesoni e keni mundësinë. Dhe kështu që nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë aspekt. Në lidhje me çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me virgjëreshtën e ditës së tretë, është koha ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, do thotë shenja e Demit. Çfarë ndodh me shenjën e Demit dhe ku Demi ka ndikime ose ka në lidhje me një takim pune, një takim që vërtet ndikohet, vërtet arrihet fal një ndryshimi që do bëni. Ndryshim pune mund të them unë, sepse kjo është më e qarta në ekonomi dhe në disa takime që juve keni. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se ka probleme ose keni diçka që nuk shkon, është një mundësi shumë e mirë, një mundësi e artë, nëse doni të rregulloni ju të shenjës së Demit, sidomos lidhje që kanë bënë me Bricap të ditës së tretë, është një diçka shumë e mirë pozitive, me imagjinoni shenja tokë, diçka shumë pozitive. Dhe vazhdimësia duket e mbar. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e binjakëve. Çfarë ndodh me binjakët kur kemi një ndikim tek binjakët duket se këtë periudhë që neve flasim dhe kemi mundësinë për të zgjidhur çështjet
ekonomike financiare, lidhje me biznesin, dhe kjo do thot lidhje me biznesin që ka të bëjnë shumë me punën, ka të bëjnë shumë me ekonominë, ka të bëjnë shumë me disa vendime mjaft të rëndësishme, dhe kjo do thot që vërtet juve jeni me fat në këtë drejtim, i keni të gjitha mundësitë për të zgjidhur punën tuaj, për të zgjidhur karrierën tuaj, sepse lidhje me karrierën e keni më tepër juve, dhe kjo do të thotë që tani për tani nuk është se ka probleme për të shqetësuar, por duhet të dini një gjë që ta kërkoni, ta dini mirë se çfarë ndodh në ekonomi, çfarë ndodh në stabilizime, çfarë ndodh në çështjet e juaj, këto i keni mundësi sepse është koha juaj në fushën e punës së karrierës, kurse në dashuri duket se me dashje keni diçka juve. Pini pas më mirë se mos e lini pas dore. Kjo është çështja se keni gjëra tjera në ndërmend juve, por gjërat janë disi kalojnë nga ndikime të mëdha që keni pasur para disa kohëve. Shkojmë tek shenja e radhës që do thotë gaforja. Për gaforet duket se tani në këtë periudhë kemi një mundësi mjaft të mirë stabilizuese dhe konkretizuese në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshime të mëdha. Këto janë një nga ndryshimet që do të keni tani e tutje, do më kujtoni se ka diçka pozitive, dhe një nga ndryshimet që do duken në anën tuaj është se puna, karriera, marrja vendime të rëndësishme është tani në këtë periudhë dhe është një mundësi mjaft e mirë në lidhje me takimet, në lidhje me bisedime që do të bëhen jashtë, ju jeni jashtë me dokumentacione, është momenti i mirë, me sidomos dashuria duket se është me ujor. Shkojmë tek shenja e radhës që do thotë luani. Për luanët duket se luani tani për tani në këtë periudhë që neve flasim ose keni për të bërë diçka të re, është një mundësi shumë e mirë tani e tutje ku do të shikoni gjërat të ndryshojnë në fushën e karrierës, të ndryshojnë në anën tuaj dhe momentet që ju keni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me peshk të ditës së parë, me akrep të ditës së tretë, është diçka shumë pozitive, por dhe një çështje madhore që do të zgjidhni problemin. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë virgjëresha. Për virgjëreshat duket se keni një mundësi tani, një mundësi shumë të mirë ekonomike financiare, në lidhje me disa takime, dhe këto janë takime që lidhen me punën tani, lidhen me disa bisedime, këto janë bisedime momentale, por nuk dua që të më shqetësoni për gjëra të vogla. Shikoni drejtimin tuaj, shikoni atë çka juve ju përket, sepse është koha më mirë e mundshme tani për ekonominë dhe stabilizimin e saj. Por megjithatë, puna që ka të bëjnë ose mundësi që jepen tani e tutje, janë mundësi reale, ideale, dhe koha ideale për punën dhe për stabilizimin, por gjithashtu ka një ndikim shumë të madh në ekonomi, në stabilizime, në kuptimin e jetës suaj, sepse është momenti juaj më i mirë i mundshëm për sa i përket çështjet ekonomike, kurse në dashuri do më kujtoni sepse ka të bëjë me bricaptë dhe ditën e tretë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Për sa përket peshorëve duket se kanë një mundësi tani, ka një mundësi të ardhë në ekonomi dhe në stabilizime. Disa ndryshime papritura them unë, për sa përket kohës dhe momentit. Momenti është ai që dilema në fakt që mund të keni. Por kjo është një dilemë në lidhje me zhvillimet dhe ndryshimet e tjera që ju keni, po dhe momenti i artë i komunikimit, i stabilizimit të punës suaj, por dhe korrektesa juaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bërë me gafore dhe me dashje dhe ditën e tretë, është diçka shumë pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepit. Çfarë ndodh me akrepët? Për akrepët nuk do të them, nuk mund të thosha që nuk shkojnë gjithashtu me çështje punë kryesore, të bëjnë një biznes të rëndësishëm. Dhe akrepët kanë mundësinë tani, sidomos menaxhim biznesi ose ortakri, kanë bëjnë me peshk, kanë bëjnë me luan. Luan sidomos është diçka shumë e mirë, pozitive kjo. Por gjithsesi, koha ka treguar që jeni me shumë fat në këtë drejtim. Në dashuri, edhe pse me dem keni pasur disa keq kuptime, por janë kalimtare. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Çfarë ndodh me shigjetarët? Për shigjetarët duket se tani, edhe pse keni pasur probleme, edhe pse keni pasur çështje të pazgjidhura me punën tuaj, me karrierën tuaj, por gjërat janë fantastike sepse në kohën e duhur, momentin e duhur ndodhin gjërat. Gjë e çuditshme. Por meqense juve në lidhje me punën keni një udhtim rutinë, por në udhtimin rutin mund të dalin gjëra që si keni pritur ndonjëherë kurrë. Mund dal tani. E punë e madhe, rësi këtë jetë e mirë, se po qef kështu cop, pse ta bësh? Por meqense unë them që është një ditë e mirë dhe është një mundësi e mirë, paraditja, bini pas se do më kujtoni.
lidhe me disa çështje bankare, edhe pse keni pasur disa problematika të vogla ju. Me sa duket është koha tani që juve I keni mundësitë edhe çështjet periudhën që ndodhin fenomenet, është diçka mjaft e mirë në lidhje me takime pune, dhe kjo duket se është koha tani që juve do ta zgjidhni si problem, dhe kjo do të thotë që po, jam në kohën time, jam në momentin tim që unë të realizoj ato që unë dëshiroj. Dhe gjithçka mund të shkoj ose ka të bëjnë me punën aktuale në lidhje me një takim që I keni për shembull për marrje vendimi të rëndësishëm, është koha juaj dhe momenti më I mirë mundshëm. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me shigjetarët e ditës së parë, me ujorët e ditës së 8 është perfekte. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricapëve. Për sa përket shenjës së bricapëve, duket se bricapët kanë pasur shumë gjëra dhe shumë mundësi të arta në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, në lidhje me disa ndryshime shumë të mëdha ekonomike, por është një moment mjaft I mirë tani që do të zgjidhni një problem për shenjën e bricapëve, prandaj mos u shqetësoni për gjëra që nuk kanë ose gjëra të vogla. Të janë kalimtare xhanon, por meqense se keni mundësinë, është momenti juaj për të zgjidhur një problem shumë të madh financiar dhe është koha juaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me luan, me dashje dhe diçka është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, si do të thotë shenja e ujorit. Për sa përket shenjës së ujorëve, ujorët duket se tani është momenti, është koha e duhur për zgjidhime dhe ndryshime të mëdha që keni tani tutje. Është një periudhë mjaft e mirë për anën ekonomike financiare, por gjithashtu ka të bëjnë me disa takime që do të bëni juve, janë takime rutinë, por meqense keni edhe mundësinë për të arritur në finish, është koha juaj e punës, e zhvillimeve të reja që do të keni, prandaj bini pas e lini pas dore. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me binjak dhe me akrep duket në para. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Por juve të shenjës së peshqeve, nëse keni mundësinë ose të zgjidhni një problem që keni pasur për shumë kohësh, dhe e zgjidhni sepse gjithmonë po të kuptojmë, dita e njëjtë nuk është një ditë e thjeshtë, është ditë e Jupiterit dhe na shtyn për shembull ne të bëjmë të vazhdojmë diçka që nuk e kemi menduar. E dyta, është edhe ndikimi I hënës së re ku na jep një mundësi plus për të zgjidhur disa probleme tona, dhe janë shumë gjëra që mblidhen, prandaj bini pas. Prandaj them unë, bëni si do barazë tuaj, kam drejtë të them. Sepse peshqit gjithmonë kanë një mundësi plus, por nuk e lën pas dore. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me akrep dhe me binjak duken të para. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 20 nëntor të 2025. Por para se të ndajmë bashkë, unë nuk e të edhe njerë, për gjithë juve të rishikues në nderuar ku do ndodhin në Shqipëri apo diaspor, dhe në kërkim të bashkimit të detajuar, atë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja Rosconet. Atje ndodhet sekretaria për të ndihmuar për gjithçka juve ju intereson. Duke bler paketën tuaj në numër përkatës, shkojnë te sekretaria dhe jeni gati pastaj për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por juve që doni që në kohën që ne jemi live, e doni që të dërgoni një mesazh, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni, ndiqni hapat, jeni gati pastaj për të dërguar mesazh dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigje. Nga një rregulla, më të mira një oraj. Gjithë mira.